Në qershor të vitit të kaluar, në Gostivar u hap një derë shprese. Strehimorja e parë për gratë e dhunuara. Ajo nuk lindi rastësisht, por erdhi si fryt i shumë viteve përpjekje, këmbgulje dhe sakrifica të qendrës për të drejtat e grave etika. Kjo strehimore u bë streha e atyre që për vite me radh jetuan në errësirë, në dhunë dhe frikë, pa zë dhe pa përkrahje. Për shumë gra dhe vajza, nga i gjithë rajoni i Pollogut, ajo ishte dora e shtrirë që i ktheu besimin, dinjitetin dhe mbi të gjitha jetën. Brenda mureve të kësaj qendre, për rreth një vit e gjysmë, janë shkruar histori që rrëmqetin shpirtin. Aty janë përballuar dhimbjet, janë shëruar plagët e heqtura dhe janë rindërtuar jetë që dhuna i kishte rënuar. Gra që dikur jetonin me frikën e çdo dite, sot mësojnë të ecin të lira, të pavarura dhe të forta, fal përkushtimit të stafit profesional që punon me to në shërimin e plagëve të padukshme të dhunës. Ne sot flasim me psikologen e kësaj vatre të humanizmit, Blerita Mazllami, zërin e brendshëm të shumë grave që nuk guxuan të flasin. Është vetmja strehimore në këtë region edhe është një mbështetje e madhe për gratë dhe vajzat të cilat janë të dhunuara dhe nuk kanë mbështetje nga familjar apo nga dikush tjetër edhe mund të drejtohen te strehimorja jonë. Shumë gra, shumë vajza kanë kërkuar ndihmë dhe kanë gjetur mbështetjen tek ne. Kështu që jemi të hapura për të gjitha, do me thënë të ne mund të strehohen prej 3 deri në 6 muaj, ndonjëherë ndodh që viktime të ri deri në 1 vjet. Por çfarë ndodh me gratë dhe vajzat pas periudhës së qëndrimit në strehimore? A duhet ato të kthehen sërish në vendin ku u dhunuan, apo tashmë janë gati për një jetë të re, të sigurt dhe të pavarur? Psikologja Blerita Mazllami thotë se përvoja e deritanishme ka sjell rezultate pozitive. Shumë gra i adolën vetë, ndërsa disa u rikthyen në shtëpi pasi institucionet kishin garantuar mirë sigurinë e tyre. Por siç thekson ajo, problemi më i madh mbetet mungesa e përkrahjes nga shteti. Derisa qëndrojnë te ne, është interesant se punohet me psikolog, pedagog edhe me punëtor social, që viktima ta marrë veten, të krijojë një lloj vetbesimi, ta gjej veten, se fillimisht e ka të humbur, edhe pastaj të krijoj forcat, të krijoj qëllime të reja dhe të vazhdoj të reintegrohet në shoqëri, edhe të vazhdoj jetën me dinjitet jashtë. Deri tash rreth 40 viktima kemi pas aty, edhe me fëmijët e tyre. Gjithçka ju sigurohet një jetë e dinjitetshme, realisht. Kushtet elementare bazë, ju sigurohet pedagog, sesione terapeutike, ju sigurohet një lloj socializimi, gjithçka çfarë është e nevojshme. Sipas nevojave bëhet plan për secilën viktimë dhe punohet me ata sipas nevojave i përshtatemi viktimës. Kështu që ata kur të dalin aty, të krijojnë një lloj një lloj identiteti të ri, edhe një lloj vetbesimi që mund të jetojnë edhe pa përkrahjen apo pa dhunuesin realisht. Pasi që këtu është ai problemi më i madh që haset. Se shpesh nuk i besojnë vetes se mund të gjenden në jetë pa mbështetjen e burrit edhe e kthehen tek dhunuesi. E sido që të jetë, duke u qasur në aspekt profesional ndaj problemit, psikologja porosit gratë që të mos ngujohen në rrjetin e paragjykimeve, por thjesht të mos e tolerojnë dhunën, për të evituar kështu të gjitha pasojat e mundshme, përfshirë edhe ato fatale. Le mos burgosen në rrjetin e paragjykimeve, po le të hapen, le kërkojnë ndihmë, le mos tolerojnë dhunë, qoftë edhe ajo psiqike, nëse ndjen keq tërkohës të dhunuara apo të maltretuara, normal se ka ndihmë dhe për çdo problem ka zgjidhje. Nuk është zgjidhja e vetme dhuna apo dhuna fizike, nuk është rrugdalje, ato mund të kërkojnë ndihmë edhe mund dalin prej asaj situate, jo ta tolerojnë edhe pastaj të eskalojë situata, siç shohim dita ditës ka vrasje të ndryshme të grave që ju bëhen. Mirë po, deri atë ditë nuk kemi kuptuar se ajo ka përjetuar një lloj dhune psiqike, se fillimisht çdo dhunues fillon psiqikisht ta maltretoj viktimën, pastaj ajo eskalon në dhunë fizike apo mos themi deri më maksimum. Apeli akoma më fuqishëm shkon tek të gjitha ato vajza që ndoshta përjetojnë dashuritë e para. Një gjë duhet të jetë e qartë.
dashuria nuk do të thotë të tolerosh dhunën. Për fat keq, s'kan vetdije shumica e vajzave të reja se janë duke u dhunuar psiqikisht. Ata e shohin se janë duke u maltretuar realisht, mirë po e shprehin si një lloj formë dashurie. Edhe për atë arsye janë duke e toleruar të dashurin, t'i kry gjithë ato veprimet tek ata. Unë apeloj në momentin kur ti do kesh emocione negative, ndjenja të pakëndshme, është mirë që ato ndjenja ti tregosh, ti ndash me familjarët tu, me shoqërinë tënde. Dhe nëse dikush të reagon dhe të shef se diçka nuk është në rregull, apo ti vetë me vetdijen tënde vetdijsor se je duke përjetuar një formë të dhunës, është e rrugës që menjëherë të reagosh, të paraqesësh, të bisedosh me familjarët e tu. Dashuria, si për shembull, nuk do të thotë se duhet ta tolerojsh dhunusin. Mund ta ndalosh, ta stoposhat, që mos mbarojnë me fatalitet shumica e gjërave që kanë filluar veç më. Ndërsa kjo qendër është dëshmi e suksesit dhe nevojës urgjente që ajo përmbush në shoqëri, sot ajo përballet me një tjetër betejë, atë të mbijetesës. Përballë mungesës së mbështetjes mjaftueshme financiare nga institucionet, ekziston rreziku real që strehimorja të mbyllë dyert e saj, duke lënë pas një boshllëk të dhimbshëm për gratë që kanë nevojë për ndihmë. E për ta ruajtur shtëpinë e të gjitha nënave dhe motrave të dhunuara, përkrahja institucionale po bëhet e domosdoshme. Shërbimet janë të mëdha. Ne e dim se një viktim, si për shembull, vjen me 4 fëmijë, ndoshta me 3 fëmijë, dhe nuk mund të mbahet strehimorja vetëm me përkrahjen e qendrës për punë dhe politikë sociale. Patjetër ne se kemi nevojë nga institucionet tjera, kemi nevojë nga të gjitha komunat të përkrahemi, kemi nevojë të përkrahemi nga bizneset apo njerëz të cilët kanë dëshirë të kontribuojnë në këtë drejtim. Strehimorja duhet funksionojë, pasi që prej vitit 2002 jemi munduar që të hapim diçka të këtillë, ndërsa tash e kemi edhe duhet të luftojmë që ta mbajmë, edhe çdo institucion duhet ta përkrahë këtë. Se institucionet nëse nuk e përkrahin, vetë sistemi do të vijë deri në kolaps strehimorja dhe do duhet të mbyllet. Në një shoqëri ku shpesh dhuna fshihet pas mureve të shtëpisë, strehimorja në Gostivar, përveç se vendbanimi i përkohshëm për gratë e dhunuara, është simbol i rezistencës, i shpresës dhe i fillimeve të reja. Brenda atyre mureve ku po strehohen gratë, strehohen edhe ëndra të thyera, shpresa të zbehura dhe jetë që kërkojnë një shans të dytë. Po nëse ky vend shprese mbyllet edhe mundësia që shumë gratë shpëtojnë nga dhuna, nga frika dhe nga heshtja. Kjo strehimore është një mburojë për dinjitetin dhe jetën e grave tona, andaj shteti dhe institucionet duhet të veprojnë tani, sepse çdo ditë pa mbështetje është një rrezik për një jetë tjetër që mund të shuhet në heshtje.